Rreziku nga kursi i këmbimit i ka bërë shumë qytetarë të reflektojnë për kursimet e tyre gjatë vitit 2025. Depozitat në euro hapen kryesisht nga individë dhe biznese që kanë të ardhurën në euro, por jo vetëm. Nëse ata i kanë shpenzimet në lek, atëherë këmbimi monedës evropiane me atë kombëtare do t'i kushtoj shumë në xhepat e tyre, duke marrë parasysh faktin që për më shumë euro tashmë merr më pak lek. E thënë ndryshe, për ata që kanë aktualisht depozita në euro, të cilat mund t'i kenë hapur para një viti ose më shumë, është duke i përfunduar afati. Më shumë humbasin nga konvertimi i tyre në lek se sa fitojnë. Ata që po planifikojnë të hapin një depozit për herë të parë ose të re, duhet ta mendojnë dy herë nëse duan ta hapin në euro ose në lek. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, depozitat në monedën kombëtare kanë arritur në 914 miliard lek në 2025, duke u rritur me 11.7% krahasuar me vitin 2024. Ndërkohë depozitat në valutë rezultojnë në 940 miliard lek, pjesa më e madhe të cilave në euro, duke u rritur me 6.2% në krahasim me 2024. Pavarësisht se depozitat në euro vijojnë të dominojnë, sërish rritja e tyre në lek rezulton të jetë më e madhe. Zhvlerësimi i euros mund të jetë padyshim një faktor që ka ndikuar në fuqizimin e depozitave në lek, por jo domosdoshmërisht. Normat më të favorshme të interesit për depozitat në monedën kombëtare i kanë bërë më tërheqëse se ato në euro. Ndryshe ndodh me kredit. Personat që kanë marrë kredi në monedën evropiane, por të ardhurat i kanë në lek, do të duan më pak lek për t'i kthyer në euro dhe për të paguar këstet në të njëjtën monedhë që kanë marrë kredin. Edhe nëse kredia është në euro dhe kësti paguhet në lek, ndikimi i kursit mbetet i ndjeshëm. Pra në kushtet kur euro vijon të dobësohet, ata që kanë një kredi ekzistuese në monedën evropiane përfitojnë më shumë momentalisht, pasi nëse ke fitim në lek dhe i kthe në euro për këstin, ti do të paguash më pak.